Nektari Gjumas. Prezanton Fondacioni Kur'anit. Gjumaja, dita më e bukur e javës. Gjumaja, simboli unitetit të muslimanëve. Gjumaja, koha e të shkuarit më pranë Allahut. Gjumaja, lulishte me lule të shumta e të ndryshme, me të cilat zbukurohet shpirti. Eja një çdo të gjuma të shëtisim me kopshtin e mbushur me dije dhe të mbledhim bashkë nektarin e luleve të saj e të kënaqemi me to. Çdo ditë të gjuma jemi me ju nëpërmjet emisionit Nektari Gjumas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Sayyidina wa Nabiyyina Muhammad wa ala ahlihi tayyibin tahirin wa sahbihi al-muntajabin wa ala jami'i al-anbiya illahi wa al-mursalin. Me emrin e Allahut të gjithë mëshirshmit më shpëlotet. Falënderimet të sinqerta vetëm për Allahun e madhëruar. Paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi profetin Muhammad, mbi familjen e tij të pastër, mbi shokët e tij të zgjedhur dhe mbi të gjithë të dërguarit dhe profetët e Allahut xhaleshanhu. Të nderuar dëgjues dhe shikues, ju përshëndes me përshëndetjen e bukur islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, mëshira dhe beqatia e Allahut qofshin mbi ju. Tema e sejdës dhe përuljes ndaj Allahut është prej temave më delikate dhe çështjeve më të rëndësishme të besimit islam, sepse kjo temë lidhet drejt për drejt me tauhidin, pra njësimin e Allahut në adhurim. Që nga krijimi i njerëzit, Allahu e ka bërë të qartë se nderimi dhe adhurimi absolut nuk i takon askujt tjetër përveç tij. Prandaj, çdo formë përuljeje që merr kuptimin e adhurimit, çdo gjendje në nshtrimi që buron nga madhërimi hynor, është e rezervuar vetëm për Allahun, Zotëruesin e gjithësisë. Profetët e Zotit, paqja qoftë mbi ta, u dërguan pikërisht për ta pastruar shpirtin e njerëzit nga çdo lloj adhurimi për krijesat e tjera. Ata I mësuan njerëzimit mesazhin e qartë se për ulja e vërtet është vetëm për Allahun dhe se sejdja është vula e këtij nështrimi. Çdo devijim nga ky parim është një hap drejt shirkut dhe largimit nga drita e udhëzimit hynor. Kështu që, kur flasim për sejdë ndaj dikujt tjetër përveç Allahut, flasim për një akt që prek vetë themelet e këtij besimi. Nëse ne I ecim sipas rregullave që Allahu xhaleshanhu na ka caktuar dhe ecim sipas asaj rregullores që kërkon Allahu I madhëruar dhe të përulemi dhe të falenderojmë Allahun, atëherë jeta jon bëhet edhe më e lehtë. Të nderuar dëgjues dhe shikues, dhe ju ftoja të ndiqnim së bashku ajetet e përzgjedhura nga Surja Dhariyat për ditën e sotme. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirshmit, mëshirëplotit. Vallë, a mos ja kanë pasuar këtë njëri tjetrit? Jo, por ata vetë janë popull që kanë tepruar. Prandaj, shmangu prej tyre, ti nuk do të qortohesh për këtë. Por këshillo se vërtet këshilla u bën dobi besimtarëve. Gjindët dhe njerëzit I kam krijuar vetëm që të më adhurojnë mua. Unë nuk kërkoj prej tyre risk, as nuk dëshiroj që të më ushqejnë. Vërtet Allahu është furnizuesi I vetëm, I fuqishmi, I plot pushtetshmi. Padyshim, ata që kanë bërë të këqija
do të kenë pjesën e tyre të dënimit, të ngjashme me pjesën e shokëve të tyre, të mëparshëm, që kanë qenë si ata. Prandaj, të mos më sfidojnë që ta shpejtoj atë për dënimin. Kështu, mirë mohuesit prej ditës që u është premtuar. Këto ishin të nderuar dëgjues dhe shikues, dhe 8 ajetet e përzgjedhura për ditën e sotme, njëkohësisht janë dhe ajetet e fundit të kësaj sureje. Për ulja, bërja sejdë me kuptimin e adhurimit, i dedikohet vetëm Allahut të madhëruar dhe nuk lejohet të adhurohet askush dhe t'i përulemi askujt në asnjë doktrinë përpost vetëm Allahut të lartësuar. Ky është qëllimi me njësimin në adhurim, që është një pjesë shumë e rëndësishme e tauhidit, për të cilin kanë bërë thirrje të gjithë profetët e Zotit. Përulja e njeriut para krijuesit të tij është maja më e lartë e nderimit dhe të adhurimit, një gjendje në të cilën zemra, mendja dhe trupi i njeriut shndrohen në një akt të pastër devotshmërie. Sejdja, në thelbin e saj, është dorëzimi plot, është pranimi i pushtetit absolut të Allahut dhe njëkohësisht dhe pranimi i varfërisë sonë të natyrshme para madhështisë së Zotit të gjithësisë. Pikërisht, për këtë arsye, feja e pastër islame e gjejmë shumë të qartë dhe shumë të prerë se sejdja është si adhurim i dedikuar vetëm për Allahun dhe askujt tjetër në gjithë ekzistencën tonë nuk i përket ky si adhurim. Kjo është zemra e tauhidit, pra njësimit se nuk ka Zot tjetër përveç Allahut, Zotit të botëve. Shtylla kryesore e fesë është sinqeriteti dhe përulja ndaj Zotit të gjithësisë, për të cilën për këtë shtyllë janë dërguar dhe profet, të cilët kanë folur të njëjtën gjë, nga Ademi e deri te Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Nëse njeriu i përulet dikujt tjetër me idenë e adhurimit, frikës synore, madhërimit absolut apo kërkimit të fuqive mbi natyrore, pra nëse njeriu bën këto gabime, atëherë ai ka thyer kufirin që Allahu e ka bërë të paprekshëm. Në të gjitha doktrinat e shpallura hynore, pra të ardhura nga ana e Allahut xhaleshanhu, profetët u shfaqën si thirrës të tauhidit, për të njësimit se nuk ka Zot tjetër përveç Allahut dhe ai është Zoti një i vetëm. Mos adhuroni askën tjetër përpost Allahut. Mos u nënshtroni askujt me atë nënshtrim që i takon vetëm atij, pra ky ishte mesazhi që ju erdhi të gjithë profetëve dhe ato ja kanë transmetuar popujve të tyre. Ky është mesazhi, ky është shpata e arsyes dhe drita e shpalljes, e cila ka mbrojtur përgjatë shekujve fjalën e Allahut të madhëruar. Është e vërtetë se në shoqëri ka forma të ndryshme respekti, nderimi apo dhe përuljeje, të cilat janë disa përulje simbolike, siç mund të kemi përulje ndaj prindërve, përulje ndaj mësuesve, dietarëve apo personaliteteve të larta morale. Këto gjeste nuk konsiderohen adhurim në fenë e pastër islame, për aq kohë sa zemra qëndron e lidhur me idenë se ne i përulemi me sinqeritet dhe kërkojmë ndihmën vetëm nga Allahu xhaleshanhu, dhe se vetëm Allahu është i vetmi që meriton sejdë të vërtet si akt adhurimi. Çdo respekt tjetër që nuk e tejkalon kufirin e adhurimit është njerëzor, moral dhe i lejuar sipas fesë së pastër islame. Por sapo ky adhurim ose përulje bie nga era e adhurimit, pra shkon drejt adhurimit atij personi apo nënshtrimit hynor ndaj atij, atëherë këtu ajo quhet e ndaluar me njëherë nga feja e pastër islame dhe ai person i cili bën këtë quhet mëkatar. Tauhidi nuk është vetëm një fjali besimi, pra besojnë një Zot, po Zoti është një dhe i vetëm dhe ai ka krijuar gjithçka, por është një bindje në botën tonë të brendshme. Është një mënyrë shikimi ndaj botës rreth nesh dhe ndaj vetes tonë.
Njeriu që e kupton tauhidin, pra njësimin e Allahut, e di se zemra e tij nuk ka vend për idhuj të rinj, nuk ka vend për figura, nuk ka vend për njerëz, forcë, frikë apo dëshira të kota të kësaj dynjas, por ajo zemër është e mbushur me fjalën se unë adhuroj Allahun dhe Allahu është Zoti im dhe ai e di më së miri çështjen time. Ai e di se seçja, njeriu pra që ka këtë zemër, është vula e adhurimit dhe se vula i vihet vetëm sunduesit absolut. Prandaj, edhe për ulja ndaj dikujt tjetër për qëllim adhurimi, është mohim i mëshirës së Allahut dhe prishje e harmonisë së brendshme të shpirtit njerëzor. Këtu lind pyetja: a lejohet ti përullesh tjetër kujt përpos Allahut? Dhe është një pyetje që prek qendrën e besimit islam. Dhe përgjigjja është e qartë dhe e pahishme për t'u shtrembëruar se nuk lejohet për ulja tjetër kujt përveç Allahut në adhurim. Sepse seçja është nderimi më i thellë që krijesa mund t'i bëjë krijuesit, dhe kur kjo seçje i kushtohet dikujt tjetër, njeriu rrëzon balancën e krijimit dhe rrëson dritën e tauhidit brenda tij. Dhe kështu mesazhi i profetëve mbetet po i njëjtë, i pastër dhe i padiskutueshëm, ku të gjithë thonë për ulu vetëm ndaj Allahut, sepse për ulja para tij është lartësim, ndërsa për ulja para dikujt tjetër është humbje e dinjitetit shpirtëror. Nëse e shikojmë më gjerë, seçja nuk është thjesht një lëvizje fizike, pra të vendosim ballin në tokë dhe të falenderojmë Allahun. Ajo është një gjendje shpirtërore. Kur njeriu vendos ballin në tokë, ai duhet të lidhet me krijuesin e tij në mënyrë automatike. Pra, të mos mendoj për botën rreth tij, të fokusohet që ai po përullet, po falenderon atë të cilin po jep jetë, atë të cilin po jep mirësi në këtë botë, atë të cilin e begaton me të mirat e kësaj bote dhe kërkon që të bëj sa më shumë të mira ky person që të jap dhe të mira në botën tjetër. Pra ky person po jep falënderim, po përullet dhe krijuesi të gjithësisë, dhe Allahu xhaleshanhu, prandaj shpirti i tij, qenia e tij, i gjithë ai si trup do të jetë përkushtuar dhe shpirti i tij të jetë i pastër dhe sinqert në këtë adhurim. Kjo është pika ku njeriu heq dorë nga krenaria, heq dorë nga egoja dhe heq dorë nga vetë vlerësimi i tij i tepruar dhe kthehet në rrënjët kryesore në përuljen ndaj Zotit të gjithësisë. Sepse kur balli vendoset mbi tokë, njeriu dëshmon se vetëm Allahu është më i madhi. Vetëm Allahu është ai që i takon falënderimi. Dhe prej tij vjen forca, risku dhe udhëzimi i përhershëm. Prandaj, kjo gjendje të nderuar dëgjues dhe shikues nuk mund të kushtohet askujt tjetër, sepse askush nuk e meriton të jetë çdo kush, njeri me ne është krijes si unë dhe ai. Ai nuk meriton që të falenderohet në mënyrë të adhurimit, sepse nuk e ka në dorë fatin ton, nuk e ka në dorë jetën ton dhe nuk e ka në dorë shpirtin ton, sepse ai është njeri si unë. E falenderoj sepse mund të më ndihmoj nga ana humane, por nuk e falenderoj në mënyrë për të adhuruar atë personin, sepse falenderimi për adhurim i takon vetëm Allahut, atij i cili mban në dorë jetën, shpirtin ton dhe jetën dhe fatin ton. Sepse seçja është në nënshtrim total dhe në nështrimi total i takon vetëm Zotit të gjithësisë. Në rrjedhën e historisë, shumë popull më parë kanë rënë në gabimin e madh të përuljes para krijesave, mbretërve, idhujve apo figurave të shenjtëruara. Ky devijim i ka larguar nga drita e shpalljes dhe i ka çuar në hunerat e shirkut fatkeqësisht. Kur profetët u dërguan, misioni i tyre i parë ishte pikërisht çrënjosja e këtij koncepti, pra të kthenin njeriu nga varësia ndaj krijesave tek varësia e pastër ndaj krijuesit.
Kjo është arsyeja pse çdo profet fillonte thirrjen e tij me fjalët: adhuroni vetëm Allahun, jo, nuk keni zot tjetër përveç tij. Pra tauhidi është çlirimi i njeriut dhe sejdja është vula e këtij çlirimi. Le të shohim një shembull nga Kurani familart në lidhje me temën e ditës së sotme. Profeti Jusuf a.s., që është pejgamberi i Allahut, nuk ka lejuar askënd që t'i përulej atij dhe ta adhuronte atë në vend të Allahut të madhëruar. As profeti i madh Jakub nuk do ta bënte këtë gjë dhe as Kurani familart nuk e ka përmendur se ajo është një vepër e vyer ose së paku e lejuar. Allahu i madhëruar thot pikërisht në surën Jusuf, në ajetin 100 se: ai i ngriti prindërit e vet në front dhe ata të gjithë ju përulën atij. Ai tha: o baba im, ky është shpjegimi i ëndrrësime të dikurshme. Zoti im e përmbushi atë. Mua më bëri mirësi kur më nxori nga burgu, kurse juve ju solli nga shkret të tjera, pasi djalli pati futur nga tërres midis meje dhe vëllezërve të mi. Vërtet, Zoti im është i butë me ka të doj dhe ai është i gjithdijshmi dhe i urtë. Ajeti 100 i surës Jusuf. Në bazë të kësaj, përulja e përmendur në fillim të ajetit mund të ketë qenë përulje falënderimi për Allahun e madhëruar, i cili i adhuroi Jusufit këto mirësi dhe këto pozitë të lartë, si dhe ja largoi familjes së Jakubit këtë siklet e trishtim të dhëmshëm që ato kishin ndër vite. Dhe në të njëjtën kohë është konsideruar edhe si një respekt ndaj profetit Jusuf a.s. Mund të themi se fjala përulje është në kuptim edhe më të gjerë se kaq. Pra, përulje dhe bindje mund të ketë kuptimin e kësaj, sepse përulja ose sejdja nuk bëhet gjithmonë në kuptimin që njihet, pra në shenjë adhurimi ndaj Allahut, por ndonjëherë ka dhe kuptimin e bindjes dhe të nënshtrimit, pra ndaj një gjëje që personi përballë vjen me ta thotë. Për këtë disa komentues të Kuranit kanë thënë se përshëndetja apo përulësia që qarkullonte në ato kohë ishte nderim dhe respekt, dhe se qëllimi i përuljes në këtë ajet ka pikërisht këtë kuptim. Në të njëjtën mënyrë, edhe përulja pra sejdja ndaj Ademit ka qenë një përulje ndaj Allahut të lartësuar, i cili e ka krijuar këtë krijesë të mrekullueshme. Ajo konsiderohet si adhurim ndaj Allahut të lartësuar, por është edhe argument për respektin ndaj Ademit dhe nderimin e tij. Pra Kurani i Shenjtë na tregon dy anë të kësaj teme. Na tregon që ne nuk i përulemi askujt tjetër përveç Allahut dhe përulja është për Allahun në shenjë falënderimi për të, por njëkohësisht kemi edhe një përulje që nuk është adhuruese, nuk është në formë adhurimi, por vjen si respekt dhe dashamirësinë dhe nderimin e krijesave të Allahut. Kjo çështje është plotësisht e ngjashme me atë njeri që kryen një vepër të rëndësishme dhe i bëjmë sejdë Allahut. E pse? Sepse Allahu e ka krijuar këtë njeri kaq të mrekullueshëm që bën këtë gjë të rëndësishme në shoqërinë. Dhe kjo sejdë është për Allahun dhe në të njëjtën kohë konsiderohet si respekt dhe nderim ndaj këtij njeriu. Njeriu e gjen vërtet qetësinë vetëm kur sejdja e tij është e sinqertë dhe e drejtuar drejt Zotit të Gjithësisë. Kur gjunjt bie në tokë për Allahun, zemra ngrihet në një dimension të ri qetësie, dhe jo vetëm, por edhe në një dritë shpirtërore. Asnjë nderim toksor, asnjë figurë e dashur, asnjë personalitet, sado i shenjtë apo i madh, të jetë në sytë tanë, nuk mund të vendoset në vendin që i takon vetëse Allahut, sepse Allahu është i vetmi që na fal, i vetmi që na mëshiron, i vetmi që na mban në këtë jetë dhe i vetmi që na jep më të mirat si në këtë botë edhe në botën tjetër. Prandaj, sejdja ndaj Allahut është adhurim, ndërsa ndaj të tjerëve është devijim nga rruga e drejtë. Pra sejdja në mënyrë adhuruese ndaj të tjerëve është devijim nga rruga e drejtë dhe Allahu na ruaj nga kjo gjë dhe qofshim gjithmonë në rrugën e drejtë, të udhëzuar në rrugën e cila çon në xhenetin Allahu xhaleshanhu. Dhe doja ta mbylla temën e ditës së sotme të nderuar dëgjues dhe shikues me një lutje të ardhur nga profeti Jusuf a.s. teksa thot: O Zoti im,
unë nuk kërkoj prej teje pushtetin e përhershëm, sundimin dhe jetën materiale, sepse të gjitha këto shkatërohen, janë kalimtare, por unë të kërkoj që ta mbyll këtë botë me vepra të mira dhe të jem prej punë mirëve, të vdes si besimtar në rrugën tënde, i dorëzuar plotësisht ndaj vullnetit tënd, dhe të jem në radhën e njerëzve të drejtë e të devotshëm. Vetëm këto gjëra janë të rëndësishme për mua. Amin, o Zoti i botëve. Në këtë momente të nderuar dëgjues dhe shikues, duke ju lënë në mbrojtjen dhe ndihmën e Allahut xhaleshanuhu, ju përshëndes në përshëndetjen e bukur islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, mëshira dhe beqatia e Allahut qofshin mbi ju. أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. O ju që besuat, kur bëhet thirrja për namaz, ditën e xumas, esni shpejt për aty ku përmendet Allahu, dëgjojini hutbën, falni namazin, e lini shitblerjen. Kjo është shumë më e dobishme për ju nëse jeni që e dini. أشهد أن محمد